Teut një ekspozit shumë e veçantë kjo në një sit si Kalaja Rëzafa. Besoj edhe për një artiste është një ndjesi e veçantë apo jo? Me të thënë drejten, në Kala ku ka linë një pjesë e qytetërimit tonë, ishte gjë e bukur me bërë një ekspozit. Pastaj duhet edhe diçka ndryshe prej herëve tjera. Çfarë sjell në këtë ekspozit Teut? Në këtë ekspozit me titullin Go Green dhe Netet e Kështjellave, unë personalisht vi me 2 cikle, vi me ciklin e drurit, punimeve që janë dru, normalisht i druri është një prej mjeteve më natyrore, po ashtu edhe me pikturat cilat përmbajnë elementet të riciklimit edhe të natyrës. Go Green, me dhanë ato mesazhet pozitive, mbi mbrojtjen e mjedisit, mbi dashurimin e natyrës te kjo. Në perceptimin tënd, sa e mbrojmë ne si shoqëri mjedisit? Shpresoj që të ketë ndryshuar diçka sepse nuk jena aq, më të thënë drejtën, sepse në lidhje me pastortinë e mjediseve përreth pallateve apo diku ku janë komunitetet e përbashkëta, kemi goxha mangësi. Mund të bëj arti më shumë në këtë drejtim përmes dhënies mesazheve, sigurisht duke lidhur me këngëtarinë. Shpresoj që të bëj arti, shpresoj që me këto mesazhe kaq forta që ne i japim, të nxisim edhe tek fëmijët atë pasionin, atë dëshirën që mbrojtja e mjedisit është diçka e bukur. Edhe ato mjetet të riciklueshme që ne kemi tek shtëpia mund t'i përdorim edhe për pikturë, pra nuk ka nevojë që të hidhet gjithçka, e ke parasysh, mund të ripërdoret, mund ta fusim punë. Besoj që arti dhe shkollat munden ta bëjnë. A ka ardhur momenti ndoshta që për artistët të ketë më shumë hapësira të tilla të ekspozimit jashtë galerive apo mjediseve të mbyllura dhe frekuentimit të mjediseve të trashëgimisë kulturore? Të kuptoj Mario, besoj ti më një nga kohë dhe publiku i Gjori Shkodrës më njeh mjaft mirë. Unë nuk kam synuar të qëndroj në të njëjtin vend. Në përgjithësi kam shëtitur, kam lëvizur në ambientet e hapura, qoftë me ekspozitat e fëmijëve, apo në Muzeumin e Usukukës, apo në Gjuadol. Sot jam në Kala, një herë tjetër mund të jep diku tjetër, sepse dua jo vetëm që të përcjell mesazhin e dashurisë mbi artin, por edhe dashurisë mbi mjedisin dhe të risjell histori apo të përflitet diçka që i ia vlen për historinë apo për vendin tonë. Teut, këtë ekspozit e sjell në bashkëpunim me Kaltërinë, një tjetër artiste që vjen nga troje shqiptare të Malit të Zi. Si është kjo mënyrë bashkëpunimi mes të dyave? Faktikisht Mario, kjo është një bashkëpunim me shumë dashuri, me shumë ndjenja brenda, sepse kemi një bashkim vëllazëror midis shqiptarëve të vendit tonë dhe shqiptarëve të trevave të Malit të Zi. Dhe besoj duam të nxjerrim atë që ne jemi një dhe mesazhet mund të jenë të përbashkëta për vendin tonë. Faleminderit. Lutem.